Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 12 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 12 mars, do të kthehemi në vitin 1930, kur Mahatma Gandhi mori një hap të guximshëm që do të ndryshonte rrjedhën e historisë. Me një grup ndjekësish besnik, ai nisi marshimin e Kripës, një protestë paqësore kundër taksës britanike mbi Kripën. 8 vjet më vonë, në vitin 1938, bota u trondet nga një zhvillim dramatik. Gjermania naziste aneksoi Austrinë, atë që u bë i njohur si Anschlussi. Pamjet e Hitlerit duke marshuar nëpër Vjenë dhe turmat që brohorisnin ishin paralajmërimi një errësire që do të përfshinte Europën në vitet që pasuan. Në anën tjetër të globit, më 12 mars 1993, qyteti i Mumbait u gjunjëzua nga një seri shpërthimes të fuqishme. Sulme të koordinuara shkatruan ndërtesa dhe morën jetën e mbi 250 personash, duke lënë plagë të thella në historinë e Indisë. Por historia nuk sheh vetëm tragedi. Në vitin 1999, Lauryn Hill bëri histori në botën e muzikës duke u bërë artiste e parë hip-hop që fitoi çmimin albumi i vitit në Grammy me albumin e saj The Miss Education of Lauryn Hill, një arritje që jo vetëm vlerësoi talentin e saj, por hapi dyer për shumë artistë. Ndërkohë, më 12 mars të vitit 2011, në Siri, protestat kundër regjimit të Bashar al-Assad shpërthyen në rrugë. Ajo që filloi si një lëvizje e vogël do të shndrohej në një konflikt brutal që do të shkatronte vendin dhe do të ndryshonte përgjithmonë lindjen e mesme. Do të vijmë tani të flasim për figurat që e bën këtë ditë të paharrueshme dhe sheku më parë, më 12 mars të vitit 1685, erdhi në jetë George Berkeley, një filozof britanik i cili do të sfidonte konceptet tradicionale të realitetit me idetë e tij mbi idealizmin. Në një epokë tjetër, në vitin 1863, u lind shkrimtari dhe politikani italian Gabriele D'Annunzio, një figurë që do të lindej gjurmë të thella në kulturën dhe historinë e Italisë. Ndërkohë, në vitin 1925, në një botë që sapo po hynte në një periudhë të re ndryshimesh, lindi Harry Harrison, një shkrimtar që me imagjinatën e tij të jashtëzakonshme do të mbushte botën e fantashkencës me histori të paharrueshme. Po në atë ditë, por në vitin 1946, një tjetër yll lindi, Liza Minnelli, e bija e Judy Garland. Ajo do të bëjë një prej ikonave më të mëdha të kinemas dhe muzikës, duke fituar çmimin Oscar për rolin e saj të paharrueshëm në Kabaret. Dhe për adhuruesit e filmave modern, në vitin 1984, erdhi në jetë aktoreja Jamie Alexander, e njohur për rolet e saj në filma si Thor dhe serialin Blind Spot. Tani do të flasim për figurat që u larguan por lanë një gjurmë të paharrueshme në histori. Në vitin 1507, një nga figurat më enigmatike të rilindjes, Cesare Borgia, u shua. I njohur për ambicet e tij të mëdha dhe aftësitë si strateg ushtarak, ai mbeti një simbol i mikaelivizmit dhe fuqisë politike. Më shumë se 4 shekuj më vonë, më 12 mars të vitit 1925, bota humbi një tjetër udhëheqës të madh, Sun Yat-sen, i konsideruar si babai i Kinës moderne. Ai udhëhoqi revolucionin që çoi në rënien e dinastisë Qing. Në botën e muzikës, më 12 mars 1955, u shua Charlie Parker, saksofonisti legjendar që zhvilloi jazzin me stilin e tij të pazëvendësueshëm. Historia e politikës u errësua më 12 mars të vitit 2003, kur Zoran Đinđić, kryeministri i parë demokratik i Serbisë, pas rënies së Miloševićit, u vran në një atentat që tronditi vendin. Dhe në vitin 2015, lexuesit e fantashkencës humbën një prej shkrimtarëve më të dashur, Terry Pratchett, i njohur për botën e tij të veçantë Discworld. Ai solli humor dhe mençuri në letërsinë bashkëkohore. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Portokallet janë ndër agrumet më të njohura e vlerësuara, jo vetëm për shijen, por edhe për vlerat ushqyese. Përfitimet që marrin nga agrumet janë shumë dhe përfshin shumë aspekte të shëndetit. Vitamina C është ajo që di më shumë për portokallin, por kjo nuk është vlera e saj e vetme. Disa arsye më shumë për të konsumuar portokallin. Portokallet janë të pasura me element shumë që kanë efekte citotoksik kundër qelizave të kancerit. Nga studimet e fundit, besohet se agrumet janë një gjendje për të luftuar tumoret e lokalizuara në mushkëri,
lëkur, stomak dhe zor. Ndikojnë dukshëm në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në trup, prania e të cilit reduktohet për shkak të sasisë së lartë të fibrave të tretshme të pranishme tek agrumet. Prania e lartë e vitaminës C tek portokalli lufton radikalet e lira, të cilat konsiderohen përgjegjës për disa sëmundje kronike, ndër të cilat dhe disa forma të kancerit dhe disa çrregullime kardiovaskulare. Pirja e lëngut të portokallit na ndihmon për të mbajtur veshkat dhe për të zvogëluar rrezikun e kurve në to. Përmbrojtja e kaliumit tek portokalli është një aleat i mirë për mbrojtjen e zemrës, duke pasur parasysh faktin se në mungesë e mundshme mund të çojë në ndryshimin e ritmit kardiak, të njohur si aritmi. Lëkura e portokallit është e pasur me beta-karoten, e cila na ndihmon për të mbrojtur qelizat nga plakja. Vlerat ushqyese, karbohidrate, fibra dietike, acide organike, ujë, mono dhe disakaride, vitamina A, B1, B2, B5, B6, B9 dhe C, minerale, kalcium, magnez, natrium, kalium, fosfor, klor, sufor, hekur, zink, jod, bakër, mangan, fluor, kobalt. Sido që të jetë, portokalli ka disa anë negative. Fakti se është vitamina C dhe ka acide, të cilat janë të dobishme për shumicën e njerëzve të shëndetshëm, por për disa të tjerë janë një problem i madh nga ata që vuajnë nga forma të ndryshme të ulcerave të stomakut. Gjithashtu, disa njerëz janë të prirur ndaj reaksioneve alergjike, pasi agrumet janë ndryshimet kryesore që shkaktojnë alergji. Për biografinë e sotme do të flasim për zërin që theu kufijtë e muzikës, një lagje të vogël të South Orange, New Jersey, më 26 maj 1975, erdhi në jetë një vajzë që do të ndryshonte përgjithmonë rrjedhën e muzikës, Lauryn Nolly Hill. U rrit në një familje ku muzika nuk ishte thjesht argëtim, por pjesë e jetës. Babai i saj këndonte në grupe lokale, ndërsa nëna luante në piano. Në shtëpinë e tyre, zërat e Nina Simone, Aretha Franklin dhe Stevie Wonder kumbonin çdo ditë, duke ushqyer shpirtin artistik të Laurit. Në shkolla ishte një vajzë e jashtëzakonshme, e zgjuar, e talentuar dhe gjithmonë gati të sfidonte veten. Ajo këndonte himnin kombëtar në ngjarjet sportive të shkollës, por askush nuk mund ta parashikonte se ky talent i vogël do të bëjë një ikonë botërore. Në vitet e adoleshencës, Laurin u bashkua me Pras Michael, duke formuar grupin Fuchs, me një stil që ndërthurte hip-hop, reggae dhe soul. Ato sollën diçka të re në skenën muzikore. Albumi i tyre The Score i vitit 1996 u bë një sukses i jashtëzakonshëm, duke sjellë këngë të paharrueshme si Killing Me Softly dhe Ready or Not. Zëri i Laurin ishte i veçantë, i fuqishëm, i ndjerë dhe me një ndjeshmëri që prekte çdo zemër. Por Laurin nuk ishte thjesht një këngëtare, ajo ishte një tekstshkruese e mpret, një reper brillant dhe një grua me një vizion të fortë artistik. Me suksesin e madh të Fuchs, ajo vendosi të ndjekë një rrugë të re, një karrierë solo që do ta bënte legjend. Në vitin 1998, Lauryn Hill publikoi albumin e saj të parë solo, The Miseducation of Lauryn Hill. Ky album nuk ishte thjesht një koleksion këngësh, ishte një rrëfim i jetës, dashurisë, dhimbjes dhe fuqisë së një gruaje që nuk kishte frikë të tregonte të vërtetën e saj. Ky album theu rekorde, duke u bërë një nga albumet më të shitura dhe më të vlerësuara të të gjithë kohërave. Në Grammy Awards të vitit 1999, Lauryn hyri në histori duke u bërë gruaja e parë hip-hop që fitoi çmimin albumi i vitit, një moment që ndryshoi mënyrën se si industria e muzikës e shihte hip-hopin dhe gratë në këtë zhanër. Por me famën erdhën dhe sfidat, presioni i industrisë, problemet personale dhe konflikti me etikën muzikore e shtyn Laurin të largohej nga qendra e vëmendjes. Ajo u tërhoq nga skena muzikore duke zgjedhur një jetë më të qetë dhe më të izoluar. Në vitin 2002 ajo publikoi një album të regjistruar drejt për drejt, ku përmes muzikës dhe fjalëve të saj të sinqerta, shpjegoi luftën e saj me famën dhe industrinë. Vitet pasuan, sollën lajme për sfida ligjore dhe periudha të vështira, përfshirë një dënim për shmangje taksas që e çoi në burg për disa muaj. Megjithatë, Lauryn Hill mbeti një figurë e dashur dhe respektuar nga fansat e saj, duke vazhduar të performojë her pas here dhe të inspirojë breza të rinj artistësh.
Do të vijmë në rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim për një mrekulli biologjike që ndodhet në forcën e zemrës. Zemra e njeriut është një nga organet më të fuqishme të trupit dhe funksionon si një pompë e përsosur që kurrë nuk pushon. Pra e dini që ajo krijon mjaftueshëm presion për të spërkatur gjakun deri në 9 metra larg. Ky fenomen i jashtëzakonshëm është i mundur fal presionit të madh që krijohet në momentin kur zemra kontraktohet. Aorta, arteria më e madhe në trup, është një autostradë kryesore që shpërndan gjakun e oksigjenuar nga zemra në të gjithë organet dhe indet. Kur zemra rrej, gjaku del nga ajo me një forcë të madhe, duke arritur një presion të mjaftueshëm për të krijuar një spërkatje që mund të arrijë deri në 9 metra, nëse aorta do të hapej papritur. Për të kuptuar më mirë fuqinë e zemrës, le ta krahasojmë me një motor makinash. Zemra ka mallësinë e një grushti për prodhon energji të mjaftueshme për të ndesur një dhamb 60 volt gjatë gjithë ditës së një njeriu. Kjo do thotë se forca e saj është e jashtëzakonshme duke punuar 24/7 pa pushim. Tani ofte të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 12 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i pandryshueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 21 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 2 deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 12 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 11 deri në 20 gradë. Peshkopi 8 deri në 17 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 21 gradë. Durrës 14 deri në 19 gradë. Kavaj 14 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan 12 deri në 21 gradë. Berat 15 deri në 22 gradë Celsius. Korç 8 deri në 17 gradë. Vlorë 16 deri në 21 gradë Celsius. Gjirokastër 9 deri në 14 gradë. Sarandë 14 deri në 18 gradë Celsius. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 12 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm. E qiellita do të jetë mbushur me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga ajoglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 9 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 8 deri në 16 gradë. Skënderaj 8 deri në 15 gradë Celsius. Pej 9 deri në 13 gradë. Prishtinë 10 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov 8 deri në 17 gradë. Malishev 9 deri në 16 gradë Celsius. Gjilan 8 deri në 17 gradë. Ferizaj 7 deri në 17 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 15 gradë. Suharik 9 deri në 16 gradë. Prizren 9 deri në 18 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte diçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miru takofshim.